Makineria janë gati, punëtorët po ashtu, vëm gurthemelin e ndërtesës së re të entit special këtu në Shtime, me sipërfaqe të gjithë mbarshme prej mbi 6.800 m2, me që rast të punimet do të kryhen për maksimum 2 vjet, ndërka që kostoja e gjithë mbarshme është rreth 6.3 milion euro apo 6.300.000 euro. Unë falenderoj shumë kryetarin e komunës së Shtimës, nikoqirin ton, doktor Qemal Aliun, por gjithashtu edhe ministrin Arben Vitin, drejtorin e SHSKUK-s Elvira Azizin, që na kanë bërë sot bashk në një ditë shumë të rëndësishme për pacientët e entit special, por gjithashtu edhe për zhvendosjen nga ndërtesa e vjetër që po e përgatisim konkretisht e që ka qenë nevojë e kahershme e komunës së Shtimës. Ky është një lajm i mirë për shëndetësinë në Republikën e Kosovës e në veçanti për pacientët dhe për komunën e Shtimës. Faleminderit shumë kryetar Qemal, faleminderit shumë ministër Arben. Faleminderit kryeministër. Më lejoni të shpreh kënaqësinë time të veçantë. Për mua dhe për qytetarët e komunës Shtimës është ditë historike sot, sepse po hedhet gurthemeli i një projekti të cilin jemi zotuar që në kryet radhës para qytetarët e komunës Shtimës dhe jam shumë i lumtur që mrena një kohë të shkurtër po fillon ndërtimin dhe po besoj që, siç e tha kryeministri, brenda 2 vitesh do të implementohet si projekt dhe më në fund pacientët të cilët kanë jetu në kushte as pak përshtatshme, do të kenë kushte shumë më të dinjitetshme dhe do të kenë mundësi të jetojnë në qetësinë e tyre, larg smogut, larg zhurmës dhe larg pranisë qytetare që edhe të automjeteve që mund t'i kenë penguar deri tani. Dhe atje do të hapet mundësia që në mes të qytetit të kemi një park për të gjithë qytetarët e komunës Shtimës. Ky ka qenë një obligim shoqëror e moral për të gjithë shtetin dhe shoqërinë tonë, që këtyre pacientëve t'ju krijojmë kushte më të mira, dhe kjo po arrihet falë edhe mbështetjes së Qeverisë Republikës Kosovës, kryeministrit Kurti dhe ministrit Arben Vitia, për të cilët gjej rastin t'i falenderoj publikisht. Qytetarët e komunës Shtimës dhe po besoj secili qytetar që do ta shoh fillimin e këtij projekti do të ndjehet i lumtur dhe do ta vlerësoj e çmoj këtë moment që edhe njëherë po them është historik për komunën e Shtimës, sepse më në fundit këta pacientë nuk janë vetëm komunës e Shtimës, ta janë pacientë të gjithë Republikës të Kosovës dhe ne si qytetarët e komunës e Shtimës, siç u kemi shërby me fisnikëri e me humanizëm, do t'ju shërbejmë tash edhe më mirë në kushte edhe më të mira infrastrukturore e të tjera. Faleminderit shumë kryeministër, na ecë mbar bashkërisht. Faleminderit kryetar, faleminderit kryeministër, gazetarë të nderuar. Objekti ku kanë qëndruar dhe vazhdojnë qëndrojnë akoma pacientët me ngecje intelektuale të rënda dhe çrregullime mendore është një objekt i cili më shumë se 5 dekada qëndron në Shtimë. Dhe natyrisht përkundër investimeve që janë munduar të bëhen, kur nuk i ka plotësuar kriteret tamam për pacientët të cilët në këtë rast janë rezidencial edhe banojnë aty edhe për ofrohet mbështetje 24 orëshe, qoftë sociale, qoftë mjekësore dhe çdo mbështetje tjetër që mund t'i ofrohet aty. Këtu falenderoj në veçanti kryetarin e Shtimës, doktor Qemal Aliun, i cili me empatinë e një mjekut dhe me menaxhimin e jashtëzakonshëm si kryetar komune, me presionin që ka bërë vazhdimisht, me premtimin që e ka dhënë qysh në fillim për të mirën e këtyre qytetarëve, për të mirën e pacientëve, po edhe të familjarëve të tyre. Tash jemi sot në një moment bukur, në një ditë të bukur, ku po bëhet gurthemeli dhe brenda 2 viteve këta pacientë do ta kenë një objekt, një institucion i cili do t'i plotësojë të gjitha kushtet, i cili do t'jetë shumë njerëzor, i cili do t'jetë me kushte shumë të mira
për ta dhe normalisht edhe do të na bëj të ndihemi edhe ne më mirë si qytetar të Kosovës, sepse ky nuk është vetëm për komunën e Shtimës ky institucion, është për gjithë qytetarët me këto probleme nga e tërë Kosova, kurse në veçanti edhe njëherë falenderoj kryetarin e Shtimës për angazhimin, presionin, nga njëherë që tha më herët edhe argumentet, por që tashtu bën një projekt realitet dhe do të bëhet në funksion pas 2 viteve. Faleminderit shumë. Është në kënaqësi për neve fillimi i punimeve për ndërtimin e institucionit të ri, objektet ku tani më gjendet institucioni, tha dhe ministri, janë objekte që janë themelune apo të ndërtuar para viteve të 50-ta dhe ky institucion funksionon nga në ato objekte që nga vitet e 50-ta deri më sot. Ndërtimi i objekteve të reja sigurisht do të krijojë ambiente të mira, do të krijojë infrastrukturë të përshtatshme, për shkak se ambientet atje nuk janë të përshtatshme për kategorinë e cila tani më merr shërbime atje, për shkrimin në shumë rrethona jemi detyruar të bëjmë shumë investime, siç e tha dhe ministri, të bëjmë modifikime, mirë po tani me infrastrukturën e re kemi parapo të gjitha nevojat të cilat janë të domosdoshme për kategorinë, kemi punuar si staf bashkërisht me gjithë projektues që ti parashohemi të gjitha nevojat tamam siç e parasheh kërkesa dhe nevoja e një qytetari me nevoja tilla, tu i përshtat me institucione tjera që ne kemi pasën mundësinë të vizitojmë në vende të ndryshme të BE-s. Disa qytetarë kanë qenë kundër kësaj ndërtimit të këtij entet. A kishte mujtë na japni deklaratë pse dhe çka ka ndodhur? Ky ka qenë një nga premtimet që është mirë pritur më shumë nga qytetarët e komunës Shtimës. Ky moment do t'i gëzoj secilin qytetar. Besoj që edhe ata që mund të kenë ndonjë hamendje, do ta kuptojnë që ky është një nga momentet më të rëndësishme në komunën e Shtimës dhe siç di me qenë fisnik ne qytetarët e komunës Shtimës, besoj që të gjithë do të jemi të bindur që një ambient më i mirë për ata pacient është e mirë për të gjithë. Përveç disave që mund të kenë ndaj farë tendence të përfitimeve politike të një grushti të votave, që besoj që ata nuk i bojnë nder, domethënë asnjë projekti. Faleminderit. Jo bash, sa dush.
Kallë drejtë, no? Është nga një të bizarë. Vallaj, s'kam çare pa lëshu. Jo, si këshoj që shenë, s'kam as kapele as kur gjë. Faza dytë është. Faza parë është rreth 6800.